Përshëndetje, mirë se erdhët në Skandale. Po mbyllë këmishën, si që kam mbyllë. Se ta mbyll këmishën, ti s'keqa me tregun kam. Ditë këta të tre nga më i mirë që me ke. Nga kur... Qa ke gjunë në gjë për ne kështu që mendon që është e vërtetë se do me konfirmu? Fatosi që ka dalë me Mia Khalifa në një klub. Jo! Njerëzit se murrejnë do t'i baj shorë. Pjesa Shalaina mi shumë. Lolel. Pak me një kilo, len që zani. Violina vetë edhe Dora Majt. Pse mos jesh i lumtur këtu valla, tallesh ti. Emri? Vangjel Sylar. Ata kanë përmend shpesh mbi emrin kështu me, që ke Sylarit, ta kanë përmend kështu. Po, Sylari, Sypalari. Unë personalisht jetoj në Angli, kam marrë kastile për këto audicione. Kam ardhur në Andale për treguar që djemt nga Patosi nuk janë të fortë, ku i përgjesin. Si është jeta e natës Patosna, për shkruaj pak. Sa veta sa jeni, sa Nuk ka? Fare. Në horoskop jam binjakët, që kjo më bën të kem dy ekstremet personalitetit tim, deri më tani kam jetuar gjithmonë vetëm njërin. Dhe siç thash jam 20 vjeç, jeta më thërret dhe përpara se të bëj ndalesën në botën e vërtet atje jashtë të rriturve, doja të realizoja një ëndër timen të fëmijërisë, si kam qenë 13 vjeç kur kam parë për herë të parë Hostel by Anabel. E zëm se E zëm se pranoj mund do vi këtu, unë kam një shtëpi këtu në Tiranë, edhe unë nuk e se merrem me gjë, studimet i kam mbaruar në Angli, shkollën e kam mbaruar edhe kam biznesin e familjes, po kjo është një gjë që unë e kam pas gjithmonë ndër ta bëj. Cili është hobi jot në kohën e lirë, ç'a bën ti më shumë dhe si e kalon kohën e lirë kur nuk e ç'a bën? Atëherë unë lyhem, vishem rregullohem, edhe shkoj në një vend të bukur të kap foto, të kap në një TikTok, nuk është se i postoj gjithmonë, shumë rrallë, se kam çik si turp si siklet, po i mbaj aty i shikoj për veten time, gjej ndonjë vend të bukur të dal me shoqet. Merrem vetëm me studime janë për shkenca politike dhe TikTok. Studio TikTok. Mendon që Andale si duhet një vajzë si ti dhe pse? Unë mendoj që secili është ndryshe në mënyrën e vet, por unë nuk jetoj në Shqipëri, jetoj jashtë Shqipërisë dhe mendoj që mund të sjell një perspektivë jashtë kufive. Ku jeton? Në Gjermani në brenda. A do e lije Gjermanin për ne? Varet sa e mirë është oferta. Cila ofertë, lekëve? Nuk thash gjë unë. Po, me çfarë lidhet oferta? Pak rëndësi ka. Pëlqen shumë fama, pëlqen shumë kamera, spotlighti. Ç'a do bëhet i maksimumin e gjës për famë? Do bëje një film. Që ta habitemi pak, kjo është. Një film, qa filmi? Ku t'ju një film që është tabu në Shqipëri, që mund puth në buzë me buzë, po them. No, ajo është një... Tabu për Aldin. Cila është gjë më e shkondër që ka bërë në jetë? Qa mund të tem në i gjë më Kira citofonave të pallatit dhe kik me vrap. Tu ik me vrap, jo. Kam shkrepur 800 ose 900 foto dhe nga lodhja e kam shirë, edhe i kam gjeneruar me AI. Dhe kjo është çmenduri? Çmenduria më e madhe. Ka lëmomë shumë që hishim zëusa kështu në për sahate që shpërthen e sahate. Kam shkuar në një kish bashkë me shokët dhe merrnim librat e kishës dhe dilnim i shisnim te rruga përballë kishës. Ti futesh në buzë me dika që si e librin edhe... Edhe? Si edhe? Qëfëse unë e kam për puna të gjë, unë e kam pasion. Bie llafi për ta ktru. Ti ke marrë rrugën ka ardhur nga Kosova. Do ishe ti i gatshëm të jetoje në Tiranë vetëm për këtë punë? Po. A do jemi një dyshe e fortë në bashkë për t'i futur në sherr këta? Në fakt unë jam thjesht një angjëll i vogël i pafajshëm, unë nuk fus dot njëri në sherr. Qa skusash? Shumë skusash ta. Bini një peshqir! Kete treti tjetash! Ky është i hedhuri i parë në pishinë? I hedhuri i parë në pishinë në këtë sezon? Ne se kemi inauguruar pishinën! E inauguruar është mirë, duhet vinte diva këtu. Si quhesh? Andrea. Andrea. Elbasani, përshëndesim Elbasani. Tani, ne këtu nga Elbasani kemi vetëm montazhier dhe staf. Ti mendon që do jesh, të lutem, mos bloko kameron! Do vish pasues pishinë. Se mi shpirt për pasues pishinë mojë ti mund. A je gjithmonë kaq i lagur, Andrea? Shumë. Kush nga këto këtu ndikojnë në këtë lagje?
Vetja ime se isha shumë hot. Shumë hot, Pa. Përshëndetje, nisi me Oh, e nisi Shekspirin e Lezhës, nisi me Shekspirin e Lezhës, ose herdhajnë këtu, do them unë përshëndetje dhe nisun. Po e nisun se unë erdha dhe unë do të them përshëndetje njerëz të bukur. Lutem shumë të fillojmë pak me goca se janë bërë shumë të bukura sot se ti je shumë zhurëm për asnjë gjë. Vazhdoj me goca. Vazhdoj me princeshën e kësaj fati që je ti. Shumë mirë. Që je ti. Pastaj vazhdoj me Kristelin. Je shumë e bukur. E imagjino të bësh gjithë mos pranohesh prapë, se unë dihesh. Pra mirë, unë e kam atë. Ai pra ku freskua got. Ato më Unë po plasja vatës, plus pash ato 10.000 lekë që më prishe kur do. Pa mirë, këto do ta shumë, do ta thajon më pas. Okej. Tani, kush është arma jote më e fortë? Vetbesimin në vetvete. Po noti? Se ka dhe vetbesimin në vetë. Është noti. Po shumë. Qa me do t'i të sillej diçka direktu, qa do bëhen ndryshe? Unë, duke parë ecurinë tuaj, mendoj si duhet një gjë që lidhet më fort me publikun, që do të thotë tematikat që njerëzit kanë probleme apo nuk e dinë ndjejnë diçka në lidhje me ankthjen apo për të dhënë mesazhe apo për të dhënë Dalina për shkak kemi Dalina show. Të Leon, kemi Elona që marrin mesaxhin. Elona ka territorin e vet. Në bazë të gjërave të mia dhe atë që do doja unë të sillja. Okay. Do ishte akoma më bukur, po mos ishte afër Aldi se ta prish lukun. Po mund të ikesh, mund të shpjesh një kështu. Atë vjafë të je. Po hajde. Të lutem. Do të vite të marr. Po patjetër, hajde. Po nga te Belena mundohemi të jetë. Ku dorish? Dale pak se të iksi dori unë se ma kanë dhënë urdhë, të lutem. Ti duket si shkon shumë kjo pjesa prezantuesi, moderatorit më së. E kam provuar edhe këtë, edhe podcastet janë okay, edhe podcastet. Ne kemi për shembull, ndjes Aldi, ne kemi për shembull Fatosin që ka pak atë aurën e moderatorit. E kuptoj. Ti mendon që do të zëvendësoj, ishte më mirë se ai? Shiko, për të zëvendësuar nuk mendoj të zëvendësoj, por që mund t'ju tregoj më mirë po. Në qoftë se nuk e di, unë jam një nga personat më me famë për personazhe. Çfarë personazh? Nuk e di. Unë jam goca Xhemiles. Jemi një grup luftarak, të cilët jemi dalin të rreth. Shikoj qeni luftarak, shikoj shpatat, armët që keni këtu, shikoj gjithë. Vërçë shpatë po shen, sa në preft. Pjesë një helmete që kemi. E jotja nuk ka qenë në preft se të kam parë, të kam djegur edhe në preft nuk ka qenë. Do të duhet lima ime që ta mpresh pak. Mund të thuash, dy të vërteta një gënjeshtër për starsat këtu në film? Kristell është shumë mendje madhe. Mendoj që keni filluar më bë pak fake. Kostjani të tha, jemi bër fake. Ja. Kostjani është bio. Për zotin. Ky e ka plancin bio, ma. Ma prek. Desi është çiksi drogaxhi. E vërtetë. Fëmija ka bërë pak gjoksi në operacion, po të thoj që e ka bio. Kam gjë që tu i thonë edhe konkurrentave Fatosin edhe Kostjanin mos ma luni. Pranohet direkt fituese! Suhi! Shko të firmosësh kontratën e dashur. Shpata jote nuk pret, thash. Ti ishe kështu, a kishe qarë kyre di do ma qash mua që rastor. Se, s'kuti ti që kam bërë? Po i kam parë, dhe të kemi ndjekur. Fatmi ishin në televizion në një vend që dukesh tërkohës, të kemi ndjekur edhe kaj. Nga autostrada Tepelen, Tiranë, burr pas kenet i orë të minumë se që do ka. Unë do mendohesh, apësha do mendohesh, se të mu ty. Ti ishe në ajtje do të isha mendua, po fakti që dia i do më mendje ti në pyetje, nuk jam menduar fare. Duke qarë që s'mendohesh, se duhet të pas mendu ka i herë. Kush po vjen më? Salutisht. Kush e ti tani këto momente? Goca Xhemiles. E Xhemiles? Keni ardhur të dyja, janë të parat që vini të dyja në audicion. Doni të futeni të dyja, apo të bëni edhe, domethënë, golin njëra tjetër si më fut vetëm një fut? Nuk që se futet kjo një menaxherja. Që se futet kjo menaxherja. Keni ardhur staf me vete. Tim show bitch, mos ma njes. Jo. Kush nuk të pëlqen fare. Të tanë për jo shito, të tanë janë një identik si janë në Andele. Aldi është i vetmi që nuk është njësoj si është në Andele. Si është? Nuk është një që fani, nuk është një që serios. Ta që ti përzjet një letër me pasë që afati ke. Ta mbaj. Zjedhin po. Maj, zjedhin një letër. Me kërrin dorë nga i. Shumë faleminderit. Ka kishe.
Unë të tanë për Joshit, to ju kam pa dhe në rrugë. Në që momentin ke pati mu dhe e ke ngju muhabetin tim që po vetë dhe s'ta jem duke fani. Dhe sa pa punën t'jesh që ti pas ke ngju muhabetin tim dhe e ke logjiku ashtë fani apo s'ashtë fani. Se unë kam kënë tek liçeni, kam kënë një shok themin edhe ai kishte ardhur për jashtë. Edhe po ta them edhe datën konkrete mundësisht. Okej. Po kanë data 15 mars. Se shkoqi po ta mendosh ky është mbreti, e kupton? Ky është mbreti. Shkoqi nga ne ku viun ky është mbreti, shikoj ka kuror. Ky ka kuror këtu, Aldi. Ky ka kuror këtu, e kupton? Është mbas sasit është letra më e fortë po ti lozësh Mulan. Pavi Aldin edhe tha, a mundem me shku me i fol? Po i them shka e fol edhe thjesht sa ka ardhë me kalu, sa ishte ba me i fol, Aldi kishte një qerë që... Ke pa shtrejnë Aldi. Unë kam diçka në natyrë në tip, i respektoj gjithë. Nobody gives a shit për mua, për shkak se ti mund t'jesh kushdo mund t'jesh. Më i keqi, më i miri. Unë i respektoj gjithë sepse ai person që është një like, është një person që don, është një motiv për atë person. Dole pak të pika asaj që për klikime. Nuk e di se ti mendon se njerëzit i bëjnë për klikim. Why are you here? Shiko, po gjikon nga një rast të Aldin ti. Mi thuj 3 raste ose 10, pas ka ja kam bë kështu, am ka falaj? Ai tjetër mund pjetar, do fytyrën të thonë çatu bë kjo dhe s'm ka fal për shemb. Varet si e shef në sytë tu, po shif edhe në syrin tim. O thë më mirë, fol pak për vete, se po foli vetëm për Aldin, do marrë vesh vetëm për Aldin. Për shemb çfarë misioni mund bani ju dyja bashkë, duke që se keni dhe kimi bashkë. Ne kemi menduar dhe titullin. A keni bërë dhe titullin gati, po logon e keni punu? Po? Logon avash avash. Ndërsa titullin e kemi vënë all in. Me cilën nga gocat këtu mendoj që do kape për lesh koke. Ua me gjitha. Ti ke ardhur në një zonë, e ke parasysh këta të fortit, bandat kanë zonat e veta. Ti ke ardhur te zona që ka Monda. Monda, lutem. Monda, hajde pa Monda. Show this bitch her place. Hajde tregoj pa kujt është ky territori. Show this bitch her place. Tregoja territori. Po tash, nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë, një sekond, nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. Qa me ndodhë që ke më të mirë nga desë? Po mendoj që jam i qik mi mirë në rost. Ha, bëj qik rast. Ko këroj e burë me këmish roz. Ky ishte rosti? Ti më i mirë që... Me papion. Kja? Do të vësë shmotash? Shtype një gjithë për mu, shtype një gjithë për mu. Na bëj për qesh. Tani për të qeshur nuk mund të bësh na hiqi, se ti mund të thash bëj dhe një karike, po. Cila do ishte pyetja më e çuditshme që do i bëjë qytetarit ti, kështu që të lind nga mendja jote direkt. Një muj pa telefon apo një muj pa nuk. Gjatë? Pa telefon vende. Folëm ne, po që ja shoj pa telefon Flori. Very kill Iljazi and very Roja dhe Vini Audio. Vini Audio s'të ke njo Jazi. Fuck Mary Kill, Marigoja, Irma Libohova apo Jacqueline Katari. Kujdes, është dhe Marigoja, ish gruaja Skënderbeu që ti je prej Vembes, je tradhtar. Fiksa jo. Atë do të parë, atë ata pres për të dyta pres. Jep dorë. Ti nuk je kështu. Ti je shumë ma serioze, po le mos e basi rrugë. Jo nuk është serioze ajo. Jam serioz në personalitetin që kam jetuar deri tani. Po pa Ta korruptoj jo? A ka gosa tjera Gjemilja se të shëllanë? Gjemilja të doni në kada vaksica. Nuk e fiton do të me korruptu juri me të regut cica tani, t'lutem. Largohu pa. Monda, edhe ti jo ka që dhunshme se tani. Zemra ime ose lë vëndi time kam fituar me gjak, okej? Po me shpirti e ka fitu me gjak, po jemi ta kemë Zemra goca e Gjemiles, e nuk ka zemra, goca e Gjemiles, bitch. Që kopila e Gjemiles. Po ti kush je, po pilaj Mondës? Ajo është Monda veç, unë Monda veç. Monda nga sheni, o zoti ma po i ka gasi, i ka gasi. Unë Monda e kombinati, nga atyre dhe atyre tjerve. Shpirt, po ti ke punuar në kombinat, po unë kam punuar në Londër. Që ke punë në Londër timi, apo ke mbjella shashin në... Pastrim Bore. Pastrim Bore, kam pastrim dhe ty me sa duke. Po, me sa duke pa. Bore qa? Hajde, hajde. O, hajde. Zemra e ti një histori. Këtë marrë, këtë. Mua të më marrë. Mua.
Studia për aktrim apo jo? Okej. Cila janë veprat e tuaja më që i ketë preferuar në aktrim për shembull? Kinematografia. Ëndër e një natë e vere, e Shakespeare-it, dhe Erashka e Carlo Gordoni, nuk e di në sa jeni të Erashkës. Gjese? Se pas keni... E vetë vjen Rashi njojmë ne ato që humbi në për rrugë dhe i gjejmë. Po çfarë dashuria për ty? Se ekziston. Nuk e kam përjetuar ndonjëherë ndjesinë e dashurisë. Mendoj që mund të krijosh një fling me një nga gocat e Andales? Jam lumturisht i lidhur dhe bashkëjetoj. Kush është dashuria jote? Dashuria ime më ylli aty, sepse është me flok roz, po do mund ta si ta prezantoj thjesht ti edhe në sy. Më vonë. Si quhet? Andrea. Thuaj një shprehje të bukur për dashurinë, se kam shumë nevojë. Një shprehje të bukur për dashurinë. Jo gjëna cringe. As to që ke pa në Instagram, kështu që thon daj ka Ramisi Ka çka të ka. përshëndaj. Kasim fund. Thuhet që kush vjen në Andale ndahet. Atëherë është një gjë që e kam vërtetuar të gjithë, dashuria është sakrificë. Morave salti. Dashuria është sakrificë. I thash, do me mi dashur jo, ti bo dashura ime. E pastaj e shikojmë këtë lidhje zgjat apo jo më tej, thash. Patjetër. Allah të vëllë shpak. Patjetër. Pse më përfundon gjithë bishin? Ja se si duhet i përfundojnë meshkujt sotshëm. Duhet i trajtoni si lodra. Ska për mua. Sa romantike! Hoj, një herë nga një vajzë ose nga një person. E ke dashur. Po jam zhgënjur shumë herë, po shikoj gjithmonë për përpara. Bravo. Pse u shkënjeve? Ishte më të drejtën. Jo, si ishte materialiste. Ti Stacy do e ndaje faturën në një date me një djalë? Jo. Pse? Se materialist. Jo, po më ta shpjegoj. Në rast se unë do isha në një marrëdhënie me atë djalin, jam shumë dakord do e ndaj, do e paguaja unë s'është parë problem. Qofse unë jam në një njoftje, jo, absolutisht që jo. Do të pish qysh? Jo, dije. Ti ka si i person që thjesht me qera. Dije. Sa ku i çel lekë do të mund shty me ushqim, edhe me pije. Po ai si do me dal me një femër që është shumë e mirë, artikuluar, si do me dal, çfarë i ofron ai atë? Ti për ndjenjë, ti pazar për qerasje. Ti je single. Që dhe me ditë? Tani ne këtu nxjerrim zorë të barku, ç'as themi? Single jam, s'kam asnjë gjë. Single, ready to mingle or? Ja. Po kërkon burr apo jo? Jo, më pse më kërku burr? Ke ardhur vetëm për karrierë. Burra sot. S'ka burr. Çuna, hajdeni pak. Çu dukesh goxha vajzë mojt, me puz goxha kthej pak dolçëm duket që. Mirë, okay. Bluza mirë, syzët, mirë. Varsën qaf me që merresh. Hallës kishe, dal baj foto, sot kesh hall me bë foto është pak luks, më thënë. Mund na tregosh pak për jetën tënde? Ekonomike. Sa ke rrotën? Po na thoj pse s'ka burra, pa një, të dëgjojmë një pse. Çfarë arsye se ka arsye pse s'ka burra? Se cila është, më thoj një arsye pse nuk ka burra. Rasti konkret. Një arsye pse. Ja, rasti konkret. Nuk din të të respektojnë, të trastojnë, të mashtrojnë. Këto nuk janë cilësitë e një burri. Ke burra që të kërkojnë lek, këto nuk janë cilësitë e një burri. Unë s'punoj fare. Me çfarë merren prindrit? Unë jam fëmijë vetë. Me çfarë merren prindrit? Kaq ta, fëmijë vetëm, kaq. Fëmijë vetëm tani, prindit janë marrë me gjëra të ndryshme në jetë. Nëse nuk ka burra, nuk ti je sakt, sepse burra ka sot. Kjo urrëtie për meshkujt? Shumë. Pra, tani në nxorë çik. Kam shumë qef. Do thoja ti degeneroj, po degeneroj është fjalë shumë e keqe. Femra ka zënë rolin e burrit. Po pse e ka zënë? Pse? Po lufto vjen verhoza për barazi gjinore të punoni dhe dilni juve ku do ikim. Po ku di unë? Ku do ikim? O shpirë, po se thot timi ku do ikim. Po ja, Single. po ati do ikin në Spanjë, në Spanjë do çojmë. Ku të kesh ti dëshirë? Burri është plotësues i dëshirave. E dashur. E kupton, ku do ti të vesh? Ku do të vesh? Pre dëshirë, ku do të vesh? Po pse i vë çakmaku në fytyrë, mor? Ky është çakmaku i Aladinit. Do thot në Spanjë ajo, do t'i fry kësaj, do vemi në Spanjë neve, kaq. Fry çakmaku? Jo, është dëshirë kjo. Kush është emisioni jot i preferuar? The Goat, normal, pa manualin edhe tek showbizi. Për seksin je e gatshme të flasësh? Për pozicionin e preferuar seksual je e gatshme të flasësh? Kur s'ke fol ti s'jam gati as unë me fol. Po unë s'jam pa manual, unë jam showbiz. Unë bëj pyetjet. Kush është pozicioni juaj i preferuar? Ose për manual, na i thoj ti shtëpi. Pozicioni i preferuar. Një sekundë se sa po e bëm lart. Jo është pozicion që merr frym besoj apo? Ambishin. Kur zgjohesh të mëngjes, cila është gjëja parë që të shkon në mendje? Besoj e dim shumë mirë çfarë shkon mend të gjithëve. Dhe pse pikërisht ajo?
Dhe sa herë ndik? Ja ndjen mungesën. Qanë për të akoma. Më mirë, paradite apo dark? Apo të dy nga Paradite, them. Mëngjes. Ti ku e di? Mendoj që të gjithë që thonë në dark, thjesht nuk e kam provuar në mëngjes. E vërtet. E bukur kjo. Me këtë do të bëj një emision këtu. Me ty. Këti, mund të gjejmë tema shumë që si kam bërë të tjerë. Tek pa manual do kisha hek Gjesin. Te goci? Tek dhe goci Kesjanën. Te goci të pëlqen tek Lea. Pa. Po kush të pëlqen? Mi tani se ndoshta edhe i bëj për shpun vetes. Mendoj që nuk më pëlqen shumë, se thjesht nuk qej shumë për shtatshmërinë e di. Po ti the shumë fal, je shumë i mirë, po. Jo, shumë faleminderit. Unë te goci, më thon, mundohet të jap më të mirën time, po me që s'të pëlqej ty te goci, okay, do lë si program. Skandale, po, shikoj. Po si skandale të pëlqej unë? Se nuk e di. Qa di ti më nëvaj, se ti s'po di ka si gjë? Po se ti është me të ngjitur. Okej. Është me energji. Që do të bëhet diçka fantastike. Përveç të flasësh shqip tamam. Me gjë të veçantë. Ai është njëti nga grupi i Fremsi që kanë ja tërhequr nga tregu edhe nuk bëjnë më kënd për fillim. Vallai asnjëherë s'kam pëlqyer. Ne sfidë, kështu që ta godasim mirë. Disa këtu po thonin që je fake. Edhe përpiqesh të imitosh. E egzagjeroj pak mendoj. Ti do vije parukën ndonjëherë për Andale? Po do vije. Pse jo? Okej. Po pse thua egzagjeroj, se ai e mori vëmendjen e ti. Po pra po, vëmendja merret nuk kërkohet, e kupton? Vëmendja merret nuk kërkohet. Dhe ai e mori. Ai e mori. E mori duke bë pak. Po sikur e ze për shembull ti vjen këtu te Andale, bën videon e parë del mirë, edhe pa pritur merr ca komente negative, ç'do të bëj? Do ta kthej të gjithëve 1-1. Jemi tjetër radh kemi për të ndenjur kafaz me Luani 24 orë. Do vish bashkë me ne? Varet. Nëse Luani është Luiz 5 vjeç. 5 vjeç. Nëse zbusim. Ndoshta jetu net edhe me një Luan ti këtu dhe se kupton. Ndoshta je duke ndenjur ti me një Luan. Unë të sulmova, ne mund të themi dhe janë dy Luana të nej bashkë, pse do me Po sepse unë jam dhe në horoskop Luani dhe... Pse je kaq i egër sot? Jam i egër unë sot, në unë thjesht po s'jam në avnoranga të Belena që e parë, nuk jam i egër, po thjesht ai bëri diçka që mua më pëlqeu edhe nuk më duk sikur e mori vëmendjen jo të merituar. Po ishte shumë për mua ishte shumë gjë, për mua ishte shumë gjë zgjuar. Preja gur bëhet mua, ç'do të më thani ka për ty? Seriozisht. Bro kur bëhet mua. E ka Zupës. Po vjen se jena lot për zotin as po na. Gjërat e vogla nga pak mund bëhet diçka madhe, ti me nga një det vogël, mund vish me një det madhe dhe normalisht. Për mua ishte shumë gjë zgjuar, në këndvështrimin tim të Është too much, është shumë egzageruar. Përveç se na tregove që bëre 2 video, unë futet te ChatGPT-a dhe i ktheve video foto mbrapa. E kupton? Atë bën mes ai me po djavë, që thosh, "Ke qenë daju, hajde këtu, bëj çik." E bën, e kupton? Me skana ka marrë, për të fituar ka marrë, domethënë, e kupton? Shitso vetëm ujë zonin. Kështu kam tonin e zërit. Ndizet ta ndale këtu. Teo, po nëse ti sikur sinqerisht. Si? Rreth çfarë? Po nëse ti sikur, do të thënë për këtë gjë, sinqerisht. Sinqerisht. që bazohet tek kënga fustani me toka. Që ishte ti djem. Nuk... Fjerë patos mallakas. Okej, kjo është bërë pak trend për këta, kjo patos e mallakasër. Është vërtet, është vërtet. Ne kemi eksperiencë shumë mirë me mallakasëri. Është bërë të trend. Shpresoj të kesh. Është shumë e mirë, shumë suksese, e fantastik. Thank you. Shumë e mirë. Jap dorë, jap dorë vetëm ti. Rizot. Mami e kam një editore. Jo pas ke gjak një editor. Ta provi fjalën po. E, po si ka mundësi, vallën e bukur e ka Dibra, prapë se prapë. Hajde. Ashe një editor. Editor, pra, po që ka lezet, po që ka lezet. Nuk është dha që le të jesh star në Andale, sepse ne çfarë s'bëjmë lloj-lloj çmendurish. Dhe besoj dhe konkurrentët e kanë kuptuar tashmë se të jesh këtu është jo pak e lehtë. Kush do të jenë të tjerët të cilët do të përballen me jurin? A do pranohen ata apo jo? Ka shumë për të parë, por ne do shihemi në episodin e radhës. Andale!